Sadik Kuniqi. Ky emër, për pjesën më të madhe të publikut shqiptar, mund të mos thot asgjë sot. Por në vitin 2002, ai ishte simboli një tmerri që nuk e kishim njohur më parë. Vrasësi i parë serial i identifikuar zyrtarisht në historinë moderne të Shqipërisë. Shkodra, një qytet me histori të thellë, shpirt artistik dhe identitet të fortë, u gjet papritmas në një hije të re frike. Një frikë që nuk vinte nga bandët e rrugës apo nga larja e hesapeve të mafjas, por nga brenda, nga miku, nga njeriu i besuar. Por kush ishte Sadik Kuniqi? Ai nuk ishte një jarratisur nga burgu, as një kriminal i profilizuar që fshihej në male. Ai ishte një ish kapter i punëve të brendshme nga Golloborda e Peshkopis, i vendosur në Shkodër që prej vitit 1970. Një njeri i njohur si murator që hynte në shtëpitë e njerëzve për të punuar. Në këtë profil të thjesht fshihej një mendje e trazuar, e cila projektonte një listë makabre prej 33 emrash për t'i ekzekutuar. Dosja e tij na shtron pyetjen thelbësore. Çfarë e ktheu këtë ish punonjës të sistemit, një baba të 3 fëmijëve, në një përbindësh të Shkodrës, që vriste me gjak ftohtësinë e një psikopati, duke përdorur si armë një mistri, veglën e profesionit të tij të dytë. Ai ishte një i çmendur i thjesht, apo një hakmarrës serial që kërkonte t'i jepte drejtësi të shtrembur një bote që, sipas tij, e kishte tradhtuar. Pika e kthesës për Sadik Kuniqin duket se ndodhi rreth vitit 2000. Në këtë periudhë, ai divorcohet nga bashkëshortja. Shkaku i ndarjes, sipas dëshmive dhe dokumenteve, ishin çrregullimet e tij psikike që filluan të shfaqeshin gjithnjë e më shumë. Kuniqi u kthye në një vetmitar, i izoluar, i karakterizuar nga një paranoje thellë dhe ndjenja e rëndë se ishte viktime padrejtësive të shumta. Ky izolim çoi në aktin themelor që i dha formë planeve të tij. Shkrimi një ditari makabër. Në këtë ditar, Kuniqi nuk hidhte vetëm mendimet e tij. Ai ndërtoi një univers të shtrembur ku regjistronte me saktësi një listë armiq, njerëz që sipas tij kishin bërë keq ose që përfaqësonin dështimet e tij personale. Lista arriti deri në 33 emra. Planet e detajuara të ekzekutimit, shpeshherë duke përfshirë dhe familjar të viktimave. Analistët theksojnë se Kuniqi projektonte te këta njerëz, sidomos tek ata që ja kishin dalë në jetë, dështimet e veta. Pra, kjo nuk ishte një hakmarrje drejt për drejt, por një përpjekje për të rregulluar balancën universit të tij të çorientuar duke eliminuar simbolet e suksesit që ai mendonte se i meritonte. Kjo është një tipar kyç, që e afron profilin e tij me atë të një vrasësi serial, i cili kryen vrasje të shumta me një motiv patologjik të brendshëm. Kasapana e Sadik Kuniqit filloi në janar të vitit 2002. Viktimat e para ishin bashkëshortët Isuf dhe Sadete Sula në Shkodër. Çifti Sule ishte miki i Kuniqit, një tjetër tipar kyçi vrasësve serial, të cilët shpesh zgjedhin viktimat që i njohin për të shfrytëzuar besimin e tyre. Kuniqi shkoi në shtëpinë e tyre nën maskën e një vizite miqësore, por vrau të dy bashkëshortët në befasi. Pas aktit makabër, Sadik Kuniqi shkoi edhe më tej në spiralen e çmendurisë. Ai u telefonoi vajzave të çiftit Sula duke i kërcënuar se do t'i ekzekutonte edhe ato. Kjo veprimtari, kërcënimi i hapur dhe i gjak ftohtë, nuk tregon thjesht hakmarrje, por një ndjesi të thellë pushteti dhe kontrolli mbi jetët e të tjerëve, një element bazi sjelljes psikopatie. Vetëm 2 muaj më vonë, Kuniqi i goditi sërish,
duke i dhënë Shkodrës goditjen më të rëndë emocionale. Ai shkoi në shtëpinë e miku tjetër, Cesk Simoni. Atje gjeti bashkëshorten, Mira Simonin, dhe djalin e tyre vetëm 3 vjeçar, Xhekun. Kuniqi, duke përdorur mistrin si armë, plagosi rënd Mirën, por akti që tronditi opinionin publik ishte ai që pasoi. Ai hyri në dhomën e fëmijës së vogël dhe e theri atë me të njëjtën mistri. Nëna e plagosur arriti të kërkonte ndihmë në balkonin e shtëpisë. Kuniqi, para se të largohej, i dha dhe asaj goditjen fatale. Vrasja një fëmijë 3 vjeçar, tërësisht i pafajshëm dhe i palidhur me padrejtësitë e tij, e bëri Sadik Kuniqin një monstër në sytë të gjithëve. Ky krim makabër dhe përdorimi i veglës së punës si armë vrasje e bën Sadik Kuniqin unik dhe tmerrësisht të profilizuar. Menjëherë pas vrasjeve në familjen Simoni, Kuniqi u identifikua nga komshin dhe u kap shpejt nga policia. Gjatë procesit hetimor u gjet detitari me listën e 33 emrave. Pyetja kryesore në gjykatën e Shkodrës ishte: psikopat apo i çmendur? Nga këndvështrimi ligjor dhe mjekësor i kohës, mbrojtja shpesh tentonte ta paraqiste Kuniqin si mendërisht të sëmur, për të shmangur dënimin maksimal, duke u bazuar dhe në divorcin e tij të shkaktuar nga çrregullimet psikike. Prokuroria dhe dëshmitarët si Cesk Simoni kërkonin ta shpallnin plotësisht përgjegjës. Simoni deklaroi në gjykatë se Kuniqi bënte si i çmendur, por ishte një shpirt i keq në formën e vampirit. Ai theksoi gjakftotësinë dhe planifikimin afatgjat. Sadik Kuniqi shfaq shumë karakteristikat e një vrasësi serial me motivacion të brendshëm patologjik, gjakftotësia dhe planifikimi. Ai shkruajti një listë. Shkoi në shtëpitë e miqve dhe i vrau në befasi. Kjo tregon kontroll, jo impulsivitet të rastësishëm të një të çmendurit të vërtet. Mjeti i vrasjes. Përdorimi një objekti të thjeshtë, të lidhur me profesionin e tij, shpesh herë tregon një lidhje të thellë psikosimbolike me aktin e vrasjes, sikur po ndërtonte drejtësinë e tij duke shkatëruar. Ndjenja e përsisë, kërcenimi i vajzave të sulës dhe mohimi i përgjegjësisë, akuzimi i prokurorit në gjyq, tregon se ai e shihte veten si një viktimë ose një ekzekutor i drejtësisë, një tipar thelbësor i personalitetit psikopatik që nuk e ndjen pendes. Pavarësisht çrregullimeve të tij psikike, Kuniqi u dënua në vitin 2003 me burgim të përjetshëm për vrasje me paramendim. Sadik Kuniqi kaloi vetëm 3 vjet në qeli, i izoluar. Ai filloi të vuante nga skizofrenia e rënduar dhe halucinacionet, duke konfirmuar se shqetësimet mendore ishin reale, por që nuk e përjashtonin përgjegjësinë e tij ligjore. Në fillim të vitit 2005, një fat i çuditshëm e ndoqi. Ai pësoi një apendicit, i vetëm në qeli, nuk kërkoi ndihmë, dhe u gjeti shtrirë nga oficeri i rojes. Ndonse u transportua në spitalin e Burgut, komplikacionet ishin të rënda. Mjekët nuk mund t'i jepnin ilaçet për skizofrenin, sepse do të ndërvepronin negativisht me kurën për apendicitin. Pak ditë më vonë, Sadik Kuniqi ndërroi jetë. Fundi i tij tragjik dhe i izoluar i dha një epilog çështjes së tij, por nuk e fshiu dot historinë. Jehona e Sadik Kuniqit është e dyfisht. Konfirmimi i serial killerit, i cili mbeti rasti i parë i profilit të vrasësit serial në Shqipëri, duke ndryshuar perceptimin e krimit në vend, nga krimi organizuar të ai motivuar nga patologjia e brendshme psikike. Thirrja për dënimin me vdekje, krimi i tij makabër, sidomos vrasja e Xhekut 3 vjeçar, shpesh kthehet në qendër të debatit publik, kur ndodhin krime të tjera monstruoze, duke ushqyer thirrjet për rikthimin e dënimit me vdekje. Sadik Kuniqi, ish kapteri dhe muratori, që me gjakftotësinë vrau miqtë e tij,
Mbetet një kujtesë e errët se si e keqja nuk mund të fshihet pas fytyrës më të zakonshme, dhe se si një mendje e trazuar mund të ndërtojë një listë vrasjesh në ditar, duke i dhënë vetes rolin e ekzekutorit të padëgjuar.